Policia gjatë realizimit të detyrave të saj në brezin kufitar, dje më datën 18 mars 2025, rreth orës 23:40 minuta, afër pikës së kalimit të kufitar në Vërmic, ka ndaluar një person këmbësor për legjitimim. Pas legjitimimit është kuptuar se personi me inicialet MZ, viti linjës 1984, shtetas i Armenisë, duke mos poseduar vizë për të hyrë në vendin ton, dyshohet se nga territori i Republikës së Shqipërisë ka hyrë ilegalisht në vendin ton, duke i u shmangur kalimit nëpër PKK. Policia ka njoftuar ekipin mjekësor dhe me qëllim të ofrimit të ndihmës mjekësore tek personi i dyshuar janë gjetur disa lloje të barnave dhe 2740 euro dhe monedha ruse, siriane, libaneze dhe dollar amerikan. Policia ka vazhduar me procedurat e intervistimit tek i dyshuari në prezencë të avokatit dhe më pas me akt vendim nga prokurori është dërguar në mbajtje për 48 orë.